pejgamberi alayhis salam na udhëzon se si të sillemi dhe çka të veprojmë. Si shembull, në hadithin e Dejxhallit, pejgamberi alayhis salam thot nëse del Dejxhalli, duke qenë une në mesin tuaj, duke qenë une gjallë, atëherë une ju mjaftoj kundër atij. Mirë po thot nëse del pas vdekjes time, atëherë thot mos shkoni tek ai. Keni dëgjuar se ka dalë Dejxhalli, mos shkoni atje. Pra po t'jep udhëzim. E dobia, një prej dobive të shenjave, mësimit shenjave të kiametit është që ta dish se si të sillesh në këtë rast. Në rastin konkret kur vjen Dejxhalli, udhëzimi i parë në këtë rast është që mos shko tek ai, sepse ka sprova të mëdha dhe të rënda. Saqë thot pejgamberi alayhis salam, njeriu do të besojë se është shumë besimtar i fortë, mirë po kur do të shkojë do të sprovohet dhe do të devijojë. Mësimi i dytë, si shembull, se shembujt e mësimeve që na jep pejgamberi alayhis salam nëpërmjet tregimit të shenjave të kiametit janë të shumta. Shembulli i dytë është tek hadithi i Dejxhallit, pejgamberi alayhis salam e potencon se do të qëndrojnë tokë 40 ditë. Dita e parë do të jetë sa një vit. Dita e dytë do të jetë sa një muaj, dita e tretë do të jetë sa një javë dhe e katërta dhe të tjerat do të jenë sikur ditët e zakonshme, Atëherë sahabët i thanë, ja Rasulullah, si të veprojmë te kjo dita që do të jetë sa një vit? Si të veprojmë me namazin, si ta falim namazin, a ti falim vetëm 5 namaze brenda një viti, apo ti falim më shumë, apo si të veprojmë? Thot pejgamberi alayhis salam, do t'ja caktoni një kohë sipas asaj që e keni mësuar para kësaj. Pra para kësaj, në mes të sabahut dhe drekës, sa orë ka pas? Për shembull ka pas 7 orë. Atëherë kur do të jetë dita sa një vit, do ta falish sabahun, do të presish 7 orë, do ta falish drekën. Pastaj për shembull mes drekës dhe iqindis ka pas 3 orë gjys, 4 orë, atëherë do të presish pasi e ke fal drekën 4 orë, do ta falish iqindin. Kjo është mësim pra se si të sillesh para kiametit. Kjo është një prej dobive të mësimit të shenjave të kiametit. Po ashtu si mësim tjetër që mund ta përmendim është hadithi i fitneve, thot kur do të përçohen muslimanët. Thot nëse muslimanët janë tubuar me një udhëheqës të drejtë që është musliman, atëherë thot respektoje xhamatin e tyre, mos u përçoj. Mirë po nëse nuk kanë udhëheqës dhe janë të përçarë në grupe, thot atëherë thot largohu prej të gjitha atyre grupeve dhe mbaje vetë ti, mbaje hakun aq për aq sa ke mundësi.